30 ditë para burgimi janë caktuar shtetasit turk Mehmet Goranç të dyshuar për vrasjen e të bijes së tij 14 vjeçare SG. Sipas prokurorisë themelore në Prizren, shtetasi turk dyshohet se aktin e kreu derisa e mitura ishte në gjumë në banesën ku po jetonin tash 6 muaj në rrugën Shot Galica në Prizren. Atë ditë, posa e fal namazin e sabat, hyn në dhomë ku ishin vajzat e tij të cilat ishin ende në gjumë. Merr thikën e llojit bajonet me gjatësi teu rreth 23 cm me të cilën fillimisht sulmon vajzën e mitur 14 vjeçare e 11 muaj duke e goditur disa herë me thikë në pjesë të qafës, me çrast e njëjtë ndron jetë në vendin e ngjarjes. Pasi kishte vrarë vajzën 14 vjeçare, sipas prokurorisë, i dyshuari kishte tentuar t'i privojnë nga jeta me dashje edhe të bijen tjetër 10 vjeçare, si dhe gruan e tij. Më pas me të njëjtën thikë godet në pjesë të qafës të dëmtuarën 10 vjeçare, të cilës i shkakton lëndime të rënda trupore dhe më pas me të njëjtën thikë e godet edhe bashkëshortën e tij në pjesë të fytyrës dhe të duarve duke i thënë fjalët: "Vajzat tona duhet të vdesin dhe të gjithë duhet të shkojmë në xhenet. Unë do të mbys ty e pastaj edhe veten." Turku, 44 vjeçar, dyshohet se ka kryer veprat penale vrasje e rëndë e ngelur në tentativë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.